Mirëmëngjesi gocani. Gëzuar festën e shtrigës për kush rri në Itali. Kurse në Shqipëri është festa e kryqit. E keni pi kafe? Besoj se po, se goxhava. O Kingu, po mua njerëzit më shkojnë që ti shumë mua nuk ma varë fare. Nuk do merresh me mua ti me TikTok, me Facebook, me Instagram. Qështu, ati kam drejt ato, po jo? Ha? Au, kam të drejt? Kam janë të informuar. Ha? Janë të informuar shumë. Që ti s'ma varë fare. Ha? Qa ti bëj? Se me mua do merrete? Ja. Po nga mëngjesit e ndak merret për mua dhe për familje. Kështë shkoj të atje ku më pastron ti xhamin e makinës. Xhamin e makinës po e pastroj për vete, po e pastroj për mua, se më thoshte mua ik puno. Punojën apo jo? Po pastroj për vete unë? Më duket se punojën apo jo? Qështu e ti? Apo rri kafeneve si shërin disa? Pa të që rri kafeneve s'kanë që të thonë. Kanë kohë të merë dhe me wafe. Qikëshuja, shikoni shpinë tuaj. Sot e kemi fest, jemi për shefin ton, po pim kafe. Kemi një edhe mjalt me arra, me vaj ullirit, na bëj mirë. Kemi pi edhe në një qikëshuja, pim dhe kafe, te pi burri unë. E unë po vazhdet pi dhe qajnë edhe do ngrijem, se po pastoj. Hoqëm dhe pemën, si që bu ma shu e hoqëm. Jemi një pastrim shpis, se nga nesër e tujte, tani pushimet për pashkët e shkojnë. Jemi në punë, o njerës. Pushimet mbaruan. Burri i mbari 2 javë pushime. U shplothi, kurse unë i bara me ditë, me copa ere, se nuk kemi të njëjtën punë, po. Si këshuja, molla matisni kot. Ciao. Përshëndes gjithë shoqërinë time, faleminderit shumë për gjitha mesazhet e bukura, për mbështetjen, për të gjithë dhe në privat dhe publik që më ka shkruar shumë mesazhe të bukura, edhe ju kam shumë gjan. Faleminderit jashtë mase. Ju uroj një ditë bukur.